Rreth 300 mësues të Bashkisë Fier janë mbledhur ditën e njëjtë në Teatrin Mbylljes në ceremoninë gala Drita që nuk shuhet, një aktivitet i organizuar nga Bashkia Fier përmes Drejtorisë së Artit, Kulturës dhe Turizmit në nderim të figurës së mësuesit me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit. Në këtë mbrëmje të veçantë u vlerësuan me certifikat mirënjohje 30 mësues të ndarë në 3 kategori: mësues të ndarë nga jeta, mësues pensionist dhe mësues në karrierë, të cilët janë dalluar ndër vite për kontributin e tyre në arsimin fierak dhe në formimin e brezave. Gjatë ceremonisë, disa prej mësuesve të vlerësuar përcollën mirënjohjen për këtë vlerësim, duke theksuar se puna e mësuesit është një mision i lidhur ngushtë me përkushtimin ndaj nxënësve dhe me përgjegjësinë për të edukuar brezat e rinj. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe kreu i Bashkisë Fier, Armando Subashi, i cili në përshëndetjen e tij vlerësoi rolin e pazëvendësueshëm të mësuesve në zhvillimin e shoqërisë dhe theksoi se arsimi mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme për të ardhmen e qytetit dhe të vendit. Përshëndetje të gjithëve. Së pari ju falenderoj për prezencën tuaj. Së dyti, nëpërmjet jush që jeni këtu në stallë, të doja të uroja të gjithë mësuesve gëzuar 7 marsin. Pa dyshim që këtu u thanë shumë gjëra për mësuesit, për shkollën shqipe, për traditën tonë mësimdhënie, për rolin që ka pas në fakt Fieri në vite, ku kanë nxjerrë me dhjetra student, shumë të mirë, cilët kanë bërë emër në shumë konkurse, olimpiada kombëtare, një pjesë prej tyre edhe ndërkombëtare, dhe padyshim kjo është merite të gjithë pleradës së mësuesve tanë në vite. Ne sot u përpoqëm në bashkëpunim edhe me drejtorinë arsimore, që në mënyrë simbolike, në fakt, të bënim disa, le të themi, nderime. Por unë në fakt e kuptoj shumë mirë që kur vjen puna për bërë një listë, qoftë edhe simbolike me emra, padyshim që sensibiliteti rritet shumë, sepse është një zore që kushdo mund të thotë, po unë pse s'isha aty? Po mua pse nuk më dha një certifikat? Po unë pse nuk më vlerësova? Por ju garantoj që pavarësisht se ne munduam që të bëjmë një përzgjedhje në 3 kategoritë, si që e patë, nga 10 mësues, ju siguroj që të gjithë pa përjashtim, kanë vlerësimin ton maksimal. Dhe për këtë do doja që merrja një duartrokitje nga të gjithë. Dhe uroj që gjithë përkushtimi ynë të jetë në funksion të edukimit të mendjeve të fëmijëve, sepse ne ndezim jo vetëm dritat në mendjet e fëmijëve, por edukojmë dhe zemra të mira. Kështu qofshim gjithmonë gëzuar 7 marsin. Jam mirënjohëse patmësisht për drejtorinë arsimore të Fierit, të cilët më vlerësuan për punën dhe për kushtimin që kam pas në shkollë, se jam shumë emocionuar. Ceremonia u shoqërua me një program artistik të veçantë ku të pranishmit shijuan interpretimet e artistes së mirënjohur Vikena Kamenica, performancat e formacionit orkestral, si dhe momente poetike dhe artistike që i dhanë mbrëmjes një atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese. Në shenjë respekti dhe mirënjohje për të gjithë mësuesit e pranishëm u dhuruan lule, duke bërë këtë mbrëmje dhe më simbolike për figurën e tyre.